I shkon Karuni Musës a.s. dhe i thot, si ka mundësi, thot, vjen profecia ty, thot, ndërkohë që unë kam kaq shumë pasuri e nuk më zgjedh Allahu mua. Sepse mendonte se kishte bë pasuri dhe duhet ishte ky i zgjedhur për Allahut. Dhe këtu neve kthehemi prapë te ajo që pasuria nuk është kriter, subhanallahu. Ajo tregon diçka, po nuk është kriter. Si ka mundësi që Haruni e bëri zvencin tënd, ndërsa unë edhe sa duhet pres që unë ta drejtoj popullin tim. E me qenë se mua nuk më ka zgjedh Zoti dhe nuk jam unë profeti që duhet ishte, pretendonte ky, dhe nuk më bëri Zoti as zëvendësin tënd siç bëri vllajin tënd Harunin, atëherë unë punoj kundra. Subhanallah. Dhe gjithë pasurinë e tij e vurin shërbim, bëri pakt me faraonin, me zullumqarin e kohës, me zullumin më të madh, me diktatorin më të madh. Imagjino se ç'pakte mund të kenë mbyll. Unë t'jap dorë, unë të ngrej, t'jap punë, t'jap gjitha, qatë dushti. Vetëm këtij të Musës që po më kërcënon mu pushtetin tim, t'ja presh këmbët dhe t'ja presh rrugët.